Fillimisht nga veçoritë e Ramazanit është se në Ramazan ka zbrit dhe ka filluar zbritja e Kur'anit. Sikurse Allahu xhallahu ala e përmend këtë parën kur flet për Ramazanin duke thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan është ai që në të ka zbrit Kur'ani. Do të thotë në këtë muaj ka filluar zbritja e Kur'anit. E padyshim se fillimi apo përzgjedhja e Ramazanit që të jetë fillim i zbritjes së Kur'anit e bën këtë muaj për neve madhështor, e bën këtë muaj për neve të veçantë. Edhe sikur mos ishte fare agjerimi i Ramazanit, edhe sikur që mos kërkoj fare nga ne që të kemi një trajtim të posaçëm të këtij muaji për shkak të agjerimit, do të mjaftonte respekt për këtë muaj dhe qasje pak më të veçantë veç fakti se në të ka fillu zbritja e Kur'anit. Nëse Kur'ani për neve është libër i veçantë, është libër i Allahut xhalla xhelaluhu, është udhërrëfyes për neve. Aty Allahu na ka mësuar kush jemi, kush është Zoti jon, si duhet besuar në Allahun, si me adhuru Allahun xhalla xhelaluhu. Në Kur'an ka udhëzime për të kaluarën, për të tashmen, për të ardhmen, për shpëtimin ton, madje ka shembuj të shumtë që flasin edhe për njerëz që kanë shpëtuar, por ata që kanë dështuar. E shumë nga ato që e bëjnë Kur'anin libër të veçantë për neve. Andaj duke pas parasysh këtë, edhe muaji në të cilin ka filluar me zbrit Kur'ani është i veçantë për neve.